i asfaltit, do më thënë nga kjo pjesa, nga kompania Lika Trade. Që sa ka dalë prej furre. Trotuari, rryma që kanë vendos. Bëhet ndriçim, bëhet bukur këtu si në Zvicër. I jem në rrogë Hasit, ku si vjet ka përfundu ndërtimi i urës së re. Ura e parë është rregullu, është ndërtuar në vitin 1985 dhe ka funksionu deri në 2024. Para të 85-s drini është kalu me lundër, ka dhe video të arkivit. Dhe ja sot me një pamje krejt tjetër, me një urë moderne, me standarde bashkohore ndërtimit, dhe që gëzofshin banorte me mujt, me pas mundësia dhe një me ndërtu në krushet madhe në Romaj që del. Ishtë bo edhe ma mirë. Ja, firma Lika Trade. E qenë ka duke asfaltu. O, ty asfaltu jërë këthejo. Ja, dhe Lika Trade. Par kamioni. Si i Gjermonit. Tip, top. Tigri Deçanit, ta Deçanit janë. Edhe fotografinë e tigrit e pas ka vendos. Jo lumë, jo lumë. Më rëndë si që u lundra, që është kalu lumi. Po. Që si buka në furë. Lika më shëndetje. Fin ku boka. Ky vend, këtu zhvillohet tregu ditën e premtë. Edhe është një nga tregjet më të mëdha në Kosovë. Bohet shyret këtu si para luftës. Këtu bohen sepse ke mbet pak në Kosovë. Pamje vjeshte. Jo, farë pamje, panoram. Kohën e vjeshtës të torë, njerëzit vetëm janë duke lavru, duke ndjavë drurin.
një këngë tjetra? Tash jemi në Krushet Madhe. Fortes është? Fshatin Fortes është. Baba e Ronaldos është aty. Tash arritëm Krushe, ku speca ende më vjelin bujqit.